pikërisht se shteti shqiptar sot funksionon mbi bazën e ligjeve dhe të drejtës, ka bërë një bllokim të transaksionit derisa po ja se unë nuk ju ndërpreva. A mund ta mbaroj argumentin se nuk ju ndërpreva që edhe qytetarët ta dëgjojnë të plot argumente. Duke qenë një konflikt privat, shteti shqiptar në bazë të rregullave ka bllokuar transaksionin e bërë tek noteri dhe kjo shumë para që shkonte nga investitori tek pronari privat do të shkoj tek ai pronar privat që do të jetë fitues i procesit gjyqësor në përfundim të këtij procesi gjyqësor. Kjo është të cilësh, kjo e ka ndaluar gjykata, jo qeveria. Ka një dallim shumë të jo, e ka ndaluar. Patjetër që ka një dallim shumë të madh. Kjo është veprimi sipas shtetit ligjor. Po padyshim se struktura e SPAK-ut është një strukturë e krijuar nga qeverisja socialiste. Është pjesë e reformës në drejtësi. Kjo qeverisje e ka sjell këtë nivel të drejtësisë. Në këtë ditë që ne po flasim sot, është një sistem, është edhe pse ka një projekt, ka raste dhe shumë raste në të cilat ndërhyn drejtësia dhe bëhet ky bllokimi. Kjo është të kesh një shtet ligjor dhe në çdo fushë të operohet sipas rregullave dhe ligjeve përkatëse. Shtet ligjor të cilin e garanton SPAK-u dhe sistemi drejtësisë, se qeveria garantoi krijimin dhe pavarësinë e SPAK-ut, a e garantoi vullneti dhe vendimarrja e Partisë Socialiste? Ne sot flasim për një reformë drejtësi që sapo ka mbushur 10 vjetët e saj dhe që është një reformë që konsolidohet dita ditës. Sigurisht ka probleme me backlog-un dhe me shumë gjëra të tjera, por që është një proces që e njohin të gjitha vendet që kanë kaluar reformën në drejtësi. Dhe do kohën. Po nuk ka lidhje fare të kryeministri i cili ju thoni e ka krijuar. Po shkeli ligjin dhe SPAK-u po ndihmon qytetarët dhe pronarët që aty t'i vjen drejta jonë. Sa herë ka sulmuar SPAK-u kryeministri private. Me të gjithë respektin, është një marrëdhënie kontraktuale, po padyshim unë jam përfaqësuese e mazhorancës dhe kur flasim jam si përfaqësuese e saj, por ajo që po them është rast i pastër